Përshëndetje. Sot po përgatisim dhe një recetë të mrekullueshme. Fillojmë. Së pari në tigan hedhim pak vaj. Këtu tek vaji shtojmë mish të pulës, mish i bardhë, të cilën e kemi ndarë në fileta të holla. Mishin e kam pasur të ngrirë edhe vetëm pak e lash që të lshohet dhe me njëherë e kam prerë kështu. Tash po vazhdoj dhe mishin po hedh tek vaji. Gjithsej në total këtu do të përdori 800 gram mish ose fileta pule. Tash këtu unë do hedh edhe krypën, një lugë të mesme kryp, një lugë të mesme veget ose melmesa, pak piper të zi, gjithmonë sipas shijes suaj, pak hudhër, 1 deri në 2 thelba ose hudhër pluhur. Nëse nuk dëshironi që ta ndini erën shumë, mund të përdorni hudhër pluhur. Dhe gjithashtu, për t'i dhënë një aromë më të mirë, do përdor një lugë të mesme kerri erëza. Edhe tash vazhdoj edhe e përzi mishin së bashku me të gjithë përbërësit e tjerë dhe pres derisa mishi të filloj të kavërdiset. Por, çfarë do të bëjmë tani? Duke e kavërdisur mishin, mishi do të lshoj edhe lëng. Unë do ta mbuloj kështu me kapak edhe do ta la që mishi të shteret mirë, pra lëngu të shteret dhe kështu mishi edhe do të zihet. Pra siç po e shikoni, mishi ka lshu lëngun e vet dhe do presim derisa të zihet mjaftueshëm, derisa të shteret lëngu mirë. Dhe kështu duhet të shteret lëngu. E pastaj do e kavërdisi edhe pak, kështu pa lëng. E pastaj do ta provojmë nëse mishi është zier dhe është gati. E kavërdisim pra pak kështu, vetëm me këtë vajin që ka mbet. E pastaj unë këtu do hedh, pasi që është zier mjaftueshëm mishi, qumshtin, 100 ml qumsht, dhe gjithashtu këtu do hedh edhe krem përgatim, 200 ml. Ose krem do i hedhni ju derisa të mbulohet mishi mirë, pra gjithmonë sipas dëshirës suaj, se sa e doni të lëngshëm mishin ju. Dhe kështu do e la dhe presim derisa mishi të jetë gati. Në anën tjetër, unë kam përgatitur edhe shpageta, pra ushqime shtesë të cilën do e bashkangjes me mishin. Tash vazhdojmë edhe shohim edhe recetën e përgatitjes së shpagetave. Në tigan hedhim pak vaj. Këtu tek vaji hedhim një qep që e kemi përgatitur më herët. Presim që qepa të filloj edhe të kavërdiset. Pasi që qepa të zbutet pak, vazhdojmë dhe hedhim pak hudhër, vetëm pak pluhur, pak piper të zi, këtu do hedh gjithashtu edhe pure domate, 2 lugë të gjellës,
Vazhdojmë e përzim. Pastaj këtu do shtoj edhe krem për gatim, 200 ml. Dhe gjithashtu 200 ml ujë. Tash hedhim ujin 200 ml dhe gjithashtu do hedhim edhe krypën, 1 lugë kafeje kryp dhe presim derisa salca të filloj të troshet. Pra presim derisa salca të zihet dhe të troshet. Në momentin që salca do të troshet, atëherë vazhdoj edhe i shtojmë shpagetat. Shpagetat unë i kam zi edhe i kam gati këtu. Tash vetëm se i shtojmë tek salca, për afërsisht 200 gram deri në 250 gram shpageta. I shtoni këtu tek salca e përgatitur, i përzim mirë edhe i lajmë për 3 minuta deri në 4 minuta që të zihen së bashku me salcën. Dhe ju them vërtet se kjo recetë do t'ju pëlqej shumë. Unë i la kështu që të zihen për 3 minuta e pastaj do i servojmë së bashku me mishen. Dhe tani filloj me servimen. Siç mund ta shikoni, këtu kam përgatitur pak sallatë. Vazhdojmë, së pari servojmë shpagetat. Këtë recetë e kam përgatitur për 4 persona. Pasi që kemi shtuar shpagetat, tash e marrim edhe mishin, e servojmë në pjatë. Është një pjatë vërtet shumë e shijshme që ja vlen të provohet nga të gjithë ju. Dhe sidomos tash në kohë të iftarit, është një pjatë që do t'ju shijoj shumë. Pra edhe mishin e kemi përgatitur për 4 persona. Hedhim kështu nga pak pra në pjatë. Dhe kjo ishte receta. Shpresoj që ju ka pëlqyer të kjo recetë, siç kemi përgatitur dhe shumë receta të tjera. Nëse ju do i provoni, besoj që do t'i pëlqeni. Me receta të tjera shihemi në video të tjera. Kjo ishte receta që e kam përgatitur për menyn e iftarit për ditën e sotshme, me shpresë që do jemi bashk deri në përfundim të muajit të Ramazanit me receta të ndryshme. Unë ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Me recetën tjetër shihemi me videon tjetër. Mirëmbëjtje.